Atëherë është pyetje që kërkon goxha zhbirim për ta trajtuar, po do mundohem të flas përmbledhas. Është trev shqiptare, autoktone, historikisht, në bazë, jo thjesht asaj që po them se kam mundësi se jam i përkas komunitetit Sham, po në bazë të gjithë të studimeve që kanë kryer autoritar nga antikiteti, helen, romak, bizantin e në vazhdim. Pra, pjesë e Ilirisë antike, fisit e sprot, si që kanë qenë fisit Taulan për myse që jemi, Kaonët për Laborin, dhe trev që ka gjurmët e veta, ka trashëgimin e vetë në historinë e kombit shqiptar. Pjesë jugore, asaj që quhej Epir. Epiri fak fjalë terminologji elene vjetër, kontinent nga territorit e ishujve të Korfuzit, ku shikoheshin banorët, është një zonë kushinet, do të thotë zonat kushinet janë zonat ndërmjetëse, kundërturën etnik, kundërturën kulturat. Kultura elene me kulturën ilire. Autoktonia është e argumentuar dhe e faktuar dhe me gërmime arkeologjike të vendbanimet e hershme, gurët e lime, fisit e lime të vjetër, vendbanime në Marglish, Mazrek, në Kujdohen Paramthi. Autoktonia është jo vetëm arkeologjike, e dëshmuar në ato që janë ngërmuar dhe që janë të ndryshme nga kultura helenistike, po edhe në ngjarjet historike, në zhvillimet ekonomike, kulturore, të çdo lloj aspekti të jetës, që ka pas këtë trev të dallueshme qartësisht nga kultura helenistike dhe kulturat e tjera. Padyshim ne jemi në trev Ballkani, edhe Çamëria dhe Epiri. Dhe ka dhënë dhe ka marrë nga kalimet, pushtimet, nga sundimet, dhe padyshim çdo sundues ka lënë gjurmët e veta, në aspektin gjuhësor, në aspektin fetar, në aspektin e të qenit shtetas i asaj perandorie. Dhe edhe në kodjet e ADN-s dhe të gjakut po të bësh, duhet të ketë ndërthurje. Ballkani i tillë është, padyshim. Po aty autoktonia ilire, arbërore, shqiptare është evidente. Dhe emërtimi i Krajinës ka ndryshuar, Thesproti në antikitet, më pas ka pas emër